Kryeministri Kristian Mickoski paralajmëroi masat e reja ekonomike pas festës së Pashkëve. Siç bëri media ai, masat e reja fokusohen tek një kategori e veçantë të qytetarëve dhe në produktet ushqimore, gjëjesisht uljen të TVSH-s dhe marzhës. Masat e ardhshme do të ishin të targetuara për grupe të caktuara qytetarëve dhe produkte të caktuara. Flas këtu parasgjithësh për produktet ushqimore bazë. Ato masa do të kombinoheshin edhe me uljen e vlerës së shtuar, por edhe me kufizimin e marzhës së fitimit. Në këtë drejtim do të ishin masat. Sipas llogaritjeve të qeverisë, inflacioni për marsin pritet të jetë midis 4.5 dhe 5%, ndërsa shtoi se një rritje e lehtë u vure në gjysmën e dytë të marsit. Nga LSDM kritikoin pushtetin se kanë marrë masa të vonuara, se nuk i kanë pranuar të gjitha propozimet e tyre dhe faturën po e paguajnë qytetarët. Deklaratat dhe arsyetimet e pushtetit janë absurd. Mickoski thoshte se ne jemi ekonomia e tretë më e madhe në Evropë, ndërsa zëdhënësja e tij Maria Miteva thoshte se prodhimi bruto i brendshëm po rritet me 2.8%. Pra nëse jemi ekonomia e tretë më e madhe në Evropë, pse nuk është rritur paga minimale në 600 euro dhe pse nuk janë futur paku të posaçme ndihme për qytetarët në nevojë? Në seancën e jashtëzakonshme të qeverisë që u mbajt të dielën, u mor vendim për uljen e akcizës së derivateve të naftës dhe vazhduan masën për uljen e TVSH-s së derivateve.